Ue, që më morën men, pa që shky që një hypën për pjetë e njerëz bret poshtme. Ta? Po na me ku vete ti me? Pa, sa bukur, aman të futëm dhe njëherë se më pëlqeka shumë. Të hengët. Po të hengët nuk shikon si mësuri koka mi që se nxjerë këtu po të them. Po të lutem more birë njeriu se kam tjetë tjetës që hypi vetëm gomarit. Oj të hengët. E ta si do mi hypësh ashensorit, po hajde me hajde se të kam thënë 100 herë. Po ku merë vesh ti që s'mësove një herë s'mësove. Mos më bëj mua nura more birë njeriu, që mi e bërë si antilop deti. Ma të surravin të mamë si gjiraf kanali. Ku merë vesh nga jeta kontemporane ti moje të rërë? Po s'merë kam vesh nga jeta unë. Po unë me jetën kom shjet der më der. Po së të bej ty unë që mi e bërë ato shtrigat me kartë identiteti. Po ti, po më sa varin vesh dynjaja. E rau burin mire dhe e plasi në burg pasaj. I merë të keqen burri tim ti, se burri më doli nga burgu me 3 fleta lavdrimi. Një, të lumë të dora e vogël. 2, pa quratën. 3, haj të pifsha dollin. Po si, me tre... Po kur doli me doli, po kur e fute pra për herë të dytë buri në burg, e mori vesh tërlagja, e përcoli me fishe gzjare. Pika, mi si more ndojnë DJ, e se shëqërove dhe me orkestër. E në dy të fut vetë se nuk gjeti pun panda. Pa si, pa nuk gjeti punaj. Pa edhe kur ishte atje në burg, u vithë të shokve brisjet edhe cigaret. Pa edhe kur ishte në burg, pa kur hyri në burg, tha, wow, si më duket vetja si në Hollywood City, se e lojtë ti nga mente kokës. Qa tu, muj, qa tu? Nuk kam kokër pudhun si puna jote, që e mashtrove burin që në fillim. Wow, po qyshe pas ka mastruar unë burin që në fillime? Se, nuk i tej që i kanë të gjitha në bank, të gjitha me pasurjet të gjitha, kurse ti kishte vetëm motra tuaja, shia të gishtrive dhe 3.000 leksha hekuri. U mu bef shkur ban. Po ti shiko më mira të burin tënd, që i dha të të vëllaj $5.000 dreng, edhe i tha, ma me këtë papagallin e zhubrosur, ma qonë greqi e ma hi qafe. Po, nuk i hecja ma se u futën me në makin, dola pas e unë fap. Si Spider-Mani. Se shoferi kisha arruar derën e makinës në Korç. Edhe u ktheva. Po si, po u ktheve se e mori vesh tër dynjaja. Po dollarët ti hengre ti se. Ka dollarët hënga more bërë njeriu. Neve na kapën maska dhe na grabitën. Ma të ras na qerasën edhe me një 3 dopjo raki nga ana e tyre. Edhe ja ku jam. Po ju grabitën maskat juve. Po vllajit si kur mbante pistolet me vete. E mbante panda pistoletën, e mbante, po a ditë kishe marrë vetëm klufin. Se për ndryshe do na kishe quar me pushime. Po nuk thua shqyr, se do kështë shpëtuar nga vetja jote më mirë. Dolltita ato i gjuën panda, se unë e dip se fleti këshu. Se të rje vetëm ti këtu në kopës, dhe unë të mos vjam, se do t'jesh edukatorja e parë. Po ja të pyesim, kush është edukatorja e parë? Hëmo, kush është? Kush është? Unë, falenderit! Unë pra edukatorja e parë. Po vdiqa unë të zë vendin ten për t'u bërë edukatorja e parë. Vdiqe se t'u bëj gjua me kallo duke u lëpir drejtorit. Oj të hengët, po pas kam Mojti, po unë s'kam lëpir në tërë jetën ti me një lëpir se sa më ngrihet diabeti. Pas kam lëpir drejtorin unë. Po shiko këto letrat anonime ti, që i kishe quar drejtorit. Qa janë të letra more bujër njeriu? Ja, këto, letrat, që pas ka ndërguar prindrit ankesa për mua. Nuk i njofu, nuk marrë vesh nga këto letra. Si e di që unë shkruaj dhe punoj vetëm bi letra higjenike. Po këto duken që janë letrat e tua, ja, pëse me sta njo shkrimin unë ty. Ja, o drejtor, ore bir njeriu. Kemi ankesa për edukatore pandën, se si let keq me fëmijët, i keq trajton, edhe ju flet me fjalë të pahishme. Ju lutem hiqen nga puna, ore bir njeriu. Ku i ke provat, panda, provat? Po që prov do ti me, o drejtor, ore bir njeriu. Ku shtot këtu ore bir njeriu? Kam përdorur unë e jërë shprejen bir njeriu, more bir njeriu?
Jo me çne, kush thot këtu ore bir njeriu? Ja të pyesim, kam thënë unë një herë more bir njeriu? Ja, pra, nuk kam thënë ndonjëherë more bir njeriu. S'ke thënë, Po ti si guxon të përveshësh mongë dhe të fusësh duart në sekretet e drejtorit? Po unë të spionoj more bir njeriu. Po dalë me s'ta kisha me t'kish. Po dalë me direkt të drejtorit. Po dalë me